Dashnim shkurtimisht do përgjigjem mos marr kohën e fitimit të Denadis. Ka një gjë që është apo elementi më i rëndësishëm mendoj unë i opozitave është epërsia morale. Pra, ka epërsi morale ndaj qeverisë. Pra qeveria është edhe për natyrë është e korruptueshme, mban përgjegjësi për vendimarrjet që ka, përdor pushtetin në mënyrë abuzive. Pra, të gjithë elementet e bëjnë që të jetë e cënueshme në moralin politik. Opozita ka, po themi, në gjithë botën. Ka epërsinë morale dhe duhet luajë kartën morale, është më e pastër, është më, po themi, më reaguese dhe mbrojtëse e interesit publik. Sot jemi në këtë situatë. Unë bie dakord plotësisht me të që thotë zoti Lubonja dhe prandaj po bëj edhe këtë betejë. Pra, ne duhet të demokratizojmë partitë politike. Pra, në këtë moment ne jemi në këtë situatë fatkeqësisht. Pra, unë kam këto ide dhe këto qëndrime, që po duket që nuk janë vetëm të mijat, por po mbështeten masivisht nga demokratët. Nuk mundet që një problemi që ngrihet në një parti politike, që në fund aty shkon, në shtrojmë votimit dhe zgjidhim, po ekzistojnë këto mendime të ndryshme në parti, ti përgjigjesh me ky është vetë përjashtuar. Pra kjo është tashmangësh problemin. Mua nuk më prish punë, sepse më jep më shumë argument. Po kjo është tashmangësh problemin. Nga ana tjetër, po, në këtë fazë ne jemi në fazën e ngritjes problemeve, që tha zoti Lubonja me të drejtë, sepse problemet nuk po thuhen. Pra ti verbalizojmë njerë, ti tregojmë cilat janë problemet dhe pastaj ti zgjidhim. Ne i themi problemet ato fshihen. Ne i themi problemet tonë jemi shumë mirë. Thonë para dite që do ta rrëzojmë Edi Ramën me Shtetet e Bashkuara, thonë pas dite nuk rrëzohet Edi Rama me Shtetet e Bashkuara. Thonë para dite do ta rrëzojë Spaku, thonë pas dite me drejtësi nuk rrëzohet. Thonë do ta rrëzojmë me votë Edi Ramën, pastaj zgjedhjem Edi Ramën nuk ka. Pra këtë po them unë, hajde ndjekim një rrugë. Ore mund të jetë rrugë e gabuar, apo në fund të rrugës, mund t'rregoj që vendimarrja ka qenë e gabuar, po të paktën të ecim në një drejtim. Themi rrëzohet Edi Rama me revolt. Të ndjekim të rrugë. Themi rrëzohet me votë. Hajde përmirësohemi, se ore dakord zgjedhjet, se e thashë edhe vetë, që zgjedhjet Edi Rama i manipulon, i deformon etj. Po sheshet Partisë Demokratike, kush ja ka zbrazur? Ka qenë regjim viti 2021? Shikojni protestat e vitit. Ti shikojnë protestat e vitit 2019? Vim tek tjetra. Është regjim Irani, regjimi më brutal. Janë ngritur gjithë njerëzit atje, po vriten për të drejta. Si që nga që Shqipëria, që është se dakord jam unë, këtu ka një lloj, po themi, se nuk du të bëj këtë debatin e mediave, po hapësirë ka për të gjithë. Dhe njerëzit këtu në fund të informohen, nuk është se janë të pa informuar. Nuk është Shqipëria një vend që nuk e mundësi që ta çash. Te kjo hapësira për të gjithë, zoti Saliani,